Amani sekrete. A keni vrejë se disa njerëz majnë shumë sekrete e disa tjerë ndajnë shumë informacione, bile edhe ngjarje shumë personale si traumat e tyne. Sot kemi me folë se pse disa njerëz i mbajnë sekret traumat e tyne e tjerët i ndajnë me krejt njerëz. S'ka të bëj me qenurit person i hapur apo i mbyllur, po mënyrën se çyshe përpunojmë traumën edhe nevojën tonë për lidhje ose mbrojtje. Njerëz që ndajnë trauma shpesh kanë nevojë me u kuptu edhe me u validu. Kur ata flasin për trauma, kërkojnë lidhje edhe dojnë me u ndjetë që s'janë vetë. Sipas një studimi nga Hutchinson, ndarja e traumave mundet me ndihmu në lehtësimin e barës emocionale të ngjarjes, duke e shprehë me fjalë. E kjo mundet me përmirësu shëndetit mendor edhe me zvoglu ndjenjen e izolimit. Po për tjerët mbajtja e traumës sekrete është mënyra se qysh ata e mbrojnë veten. Ata munden me pas frikë prej gjykimit, e refuzimit ose prej përsëritjes së traumës. Studime tjera si ajo e Slepian tregojnë se mbajtja e traumave sekret mundet me shkaktu ruminacione ose mendime obsesive të përsëritshme për ngjarjen. Mbajtja e traumës sekrete mundet me qenë një mënyrë për me e mbajt mbi ngarkesën që vjen me përsëritjen e saj. Mirë po është e rëndësishme me e ditë se si mbajtja e sekreteve ose ndarja e informacioneve është pjesë e rrugtimit të shërimit. Ti duhesh me e gjetë se cila funksionon për ty. E cila prej të dyjave jeti. Kallëzom komente edhe për ma shumë video si kjo, bëja subscribe banit në YouTube, po edhe në krejt platforma tjera.